Mbrojtësi i Kosovës Florent Hadërgjonaj është duke vazhduar me formën e shkëlqyer te Alanyaspori. 31 vjeçari realizoi një super gol fluturimthi për ta ngushtuar epërsinë, por që Bashak Shehiri i fitoi pikët e plota. Pas një topi të kthyer, goditja Hadërgjonajt ishte direkt në këndore për të mos i dhënë asnjë shans portierit për të reaguar. Ndërkohë, ky ishte goli i katërt për Hadërgjonaj në elitën e futbollit turk, kurse ka edhe 4 asist në proces.